Dhe u futa mrena dhe po ulen në kabinë me këta. Edhe më thotë ky në bisedë, po bëshim bisedë, u bëm shumë, ishte Christian Neuhaus, e kishte emrin. Po ishte Christian Neumann, se ka pas një Neumann. Neumann? Neuhaus e kishte. Te kryp këtu, shënë. Te kjo, me rigon. Mund ta gjysh. Se bëhet më e shishme. Edhe po të qëllojnë një kështu që është pozitiv dhe i hapur, Është shumë qef, plaka të kënaqshëm. Nuk marrojnë kurrë ata. Se janë sa që të qëllojnë ftohtë kështu. Ja, thëmë ja, po e merr vesh, po të tha ja, mas 2 pyetjesh ai. Po ta thon. Po ta thon. Pas të boksuretin ne. Po fiks. Ta thon plaka. Ka problem. Ashtu dhe. M'fale thon, faleminderit dhe mirupafshim. Po të qëllojnë një muhabetçi kështu. Nuk pushojnë plaka. Edhe tregon me qef. Me qef, nuk marrot ai plaka. Ai ishte i pasionuar mbas trenit. I pasionuar mbas trenit, siç jam unë mbas avionit. Vetëm që ai kishte eksperiencën për ta back it up, unë se kam atë. Edhe filloi të folë modelet e trenave, nga i kam mësuar gjitha, çfarë është ICE Neo, çfarë është ICE gjenerata e. Unë kam qenë deri në kohën që doli ICE, sa doli. Po e përjetonte Gjermania si një risi, shikon. S'ke për ta parë, a di. E po i thoshon që pse nuk është bo e gruda shpejtësisht të lartë edhe këne nga kjo anë e lumit të Rajnë. Ta mu tha Stenaldo, tha. Në këta anë të lumit të Rajnë, tha mu, ti ke tha Koblenz, ti ke tha Bonn, ti ke tha Köln, ti ke tha Duisburg, ti ke tha Bochum, ti ke Dortmund, ti ke Essen, Düsseldorf, të tëra, tha. Wuppertal, po. Ore, në Wuppertal është ajo ura, treni i varur, apo jo? Nuk e di. Wuppertal është, po, kam qenë, Wuppertal kam qenë. është ai treni. Me ti, kam bret gjitha do vene. Kam bret me makinë, se unë shuasha me makinë. E që i qetë shumë Wuppertal, si qytet. Shumë i qetë është, shumë. E në tha mu, mos harron, tha mu, densitetin, për raportin popullsi, tha, qytet që ka Gjermania. Në Gjermani, tha, treni do të ndaloj kudo. Absolut. Për mu, tha, dhe kaj sa hecën, tha, është shpejt. Sepse tha, këtu tha njerëzit tha, falëzotit tha, nuk janë përqendruar tha në një vend. Dhe kjo tha është gjë e mirë. Po, është vërtet. Dhe më thënë, po i thosha nga këto diskutime. Ky qytetin e ke kudo ti. E ke kudo. Nuk është se është një qytet. Mamaja ime kishte të vështirë, por të pamundur për ta konceptuar faktin që unë Gjermani mund mos jetoja me ta, për shembull. E kishte të pamundur. Dhe kur funksionoi? Dhe kur funksionoi. Çfarë tha? Mamaja ime ka përjetuar trauma të ikën time. Po s'erdhi me ty atje, apo si? E patjetër erdhi. Okej. Po derisa u bën gjërat për të ardhur, dhe ideja ishte që si u duk kur të pa që atje ke atë lloj. Atëherë stresi për atë ishte tjetër nivel. Deri atëherë ishte më e kontrolluar, kur më ka parë mua që unë për herë të parë një time merri atë dhe i thosha, "Flutur, do hypim, do marrim këto shkallë dhe ke parasysh do zbresim poshtë, do kthejmë djathtas te kjo hyrje, e ke parasysh do presim X linjë metroje etj etj." Është arritje. Edhe domethënë kur e kam pa në atë lloj situate, Edhe në Gjermani që vëllash. Domethënë ishte kështu, ishte fascinu fare kur ka thënë. Ishte unike kështu si gjë edhe për Fluturën vetë, edhe i pëlqeu në stel? Pa diskutim që po. Pa diskutim që po. Po ama e pa e ndjeu si një kështu, si një super sfidë. Shumë sfidë është. Edhe i duke kështu i duke shumë si Gjermania ka gjë është gjitha ne njësoj. Një sistem kanë. Po një sistem, pa diskutim. Një sistem e ke parasysh edhe domethënë ajo u ndje në një formë kështu jo vetëm e befasuar, si më thon, po edhe trembur o burr. Po shumë si jo. Po vetëm kur ma the u fascinova fare. Unë vetëm kam qenë atje dhe prapë sa do nuk e gjishe do të vene. Edhe po, u ndje kështu, aty e ndjeu stresin në ma poni Allah. E ndjeu stresin në nivel kështu pafundësisht. Ti e rova. Shumë. Shumë pra. U foto. Nuk e di. Shqyqer, mikrofonet.